Jemi rikthyer sërish në studion e këtij emisioni, ne kemi transmetuar edhe këngën e parë që kishim përzgjedhur për t'ju përshëndetur të gjithë ju të cilët jeni duke qëndruar në shoqërinë e valëve të televizionit Apollon edhe për ditën e sotme, ndërkohë menjëherë pas këngës keni patur mundësi që të ndiqni edhe siglën tonë të kurioziteteve, ku do të fillojmë menjëherë që të flasim për të rejat më të fundit që ka ndodhur në jetën e personazheve të njohur. Do të flasim në fakt për disa prej ngjarjeve të cilët kanë qenë shumë të rëndësishme për vitin 2010, kanë nxjerr në tregun muzikor apo dhe në atë kinematografik emra të rinj, kanë bërë shumë personazhe skandale, madje shpeshherë edhe për të tërhequr vëmendjen, sipas atyre të cilët në fakt studiojnë edhe sjelljet e personazheve të famshëm. Mendohet se pikërisht një prej arsyeve që shpeshherë këta personazhe dëshirojnë që të jenë në qendër të vëmendjes dhe rruga më e thjeshtë për të zgjedhur është duke bërë diçka e cila mund të quhet e padrejtë ose diçka e cila mund të quhet në fakt e çuditshme. Kështu që shumë prej tyre kanë zgjedhur këtë gjë për të qenë në qendër të vëmendjes. Disa të tjerë thjesht dëshirojnë që të jetojnë një jetë normale, thjesht dëshirojnë që të kenë një jetë si gjithë të tjerët, por që personazhi në fjalë nuk mund të ketë një jetë si gjithë të tjerët për vetë faktin se është i njohur nga të gjithë, kështu që duke pasur parasysh edhe adhurimin që shumë prej shikuesve mund të kenë ndaj tyre, atëherë domosdoshmërisht sipas tyre psikologëve nuk mund të bëhet dot më shumë një jetë ndryshe. E në fakt ne do të flasim për Lindsay Lohan, është një prej atyre vajzave e cila ka qenë në qendër të vëmendjes që prej periudhës së saj të adoleshencës. E në fakt filmat që shumë
shumë të suksesshëm për adoleshent që ajo ka realizuar, duket se kanë bërë atë një model për të rinj përpara disa viteve. Por pikërisht, ky presion i madh i kamerave dhe i fotografëve duket se ka sjellë atë manin për të bërë një jetë normale. E kjo nuk e ka çuar asgjë kundi. Përveç se në shkaktimin e skandaleve të ndryshme, shpeshherë në gjendje të dehur apo në efektin e drogës, ajo është arrestuar nga policia edhe gjatë vitit 2010 dhe pikërisht një burgim i cili nisi në datën 20 korrik dhe më pas në fakt përfundoi në një qendër rehabilitimi. E sigurisht nën presionin e tyre duket se pritet një tjetër rikthim në fundin e këtij viti të aktores së njohur, sidomos nga adoleshentët dhe shumë të suksesshëm për filmat që ka realizuar Lindsay Lohan, një rikthim pas disa puntatave dhe pas disa pjesëve në një qendër rehabilitimi. Ndërkohë, një tjetër personazh i cili duket se ka shfrytzuar më së miri vitin 2010 është pikërisht edhe aktori i famshëm Leonardo DiCaprio, i cili me filmin e tij Inception duket se do të vazhdojë që të mbetet në mendje dhe njëkohësisht si një prej aktorëve më të suksesshme të kësaj vere, duke pasur edhe një shumë të fituar prej $250 milion. Një tjetër çift i cili ka qenë në ngjarjet kryesore të gazetave dhe të revistave mjaft të njohura amerikane ka qenë edhe çifti Megan Fox dhe Brian Greene. Lidhja e tyre e dashurisë duket se e ka bërë këtë çift që të jetë shpeshherë në qendër të vëmendjes, që gazetat dhe televizionet mjaft të njohura të flasin shpeshherë për ta. Ndarje dhe bashkime të shumta, të cilët përfunduan me një dasëm madhështore të realizuar në Hawaii, e cila do të mbetet si një prej dasmave dhe ceremonive martësore më të bukura që kanë ndodhur gjatë vitit 2010. Skandale të shumta kanë ndodhur me Lady Gaga dhe Katy Perry. Janë dy këngëtare të reja në tregun muzikor, të cilët kanë qenë shumë të suksesshme, stili që ato kanë zgjedhur për të qenë pjesë e këtyre pikërisht të kësaj fushate të këngës, duket se ka qenë mjaft i veçantë dhe sigurisht këngët dhe videoklipet që kanë pasuar njëra tjetrën kanë qenë nga më të çuditshmet, shpeshherë të kritikueshme, por që pikërisht ky është stili që ato kanë zgjedhur për të qenë në qendër të vëmendjes e sigurisht për të bërë kështu edhe emër. Këto kanë qenë disa prej atyre femrave të cilët kanë dashur dhe çifteve të cilët kanë dashur që të përzgjedhin mënyra të ndryshme për të qenë në vëmendjen e të gjitha adhuruesve të tyre, e sigurisht për të pasur më shumë famë. Përmendëm në këtë rubrikë disa mënyra të ndryshme që shumë personazhe kishin përzgjedhur që ne t'i kishim në rubrikën tonë të kurioziteteve. Pas pak minutash do të flasim sigurisht edhe për disa të reja që kanë ndodhur në jetën e tyre, prandaj ju vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e këtij programi. Do të ndalemi për të prezantuar një tjetër këngë, e cila do të sjellë sigurisht hitet të këngëtares së famshme Beyoncé. Transmetojmë në këtë moment të këngët dhe rikthehemi sërish në studion e këtij programi. Ladies and gentlemen, please welcome Beyoncé.
just a boy. You don't understand. You don't understand how it feels to love a person, baby. Wish you were a better man. You don't listen to us. You don't care how it hurts. No, no, no. Until you lose the one you want, you take it all for granted, and everything you had got destroyed. Just a boy. Where my single ladies tonight? I want y'all to put your hands in the air. Jemi rikthyer sërish në studion e këtij emisioni. Ne kemi transmetuar edhe këngën e radhës përshëndetjet interpretuar nga Beyoncé, ndërkohë vazhdojmë që të jemi së bashku me ju në transmetimin e drejtë për drejtë të programit fundjavë në Apollon edhe për ditën e sotme. Transmetojmë në këtë moment e një tjetër rubrikë përbërëse të këtij emisioni, është pikërisht si të gatuajmë. Rikthehemi pas pak. Të ndërruar teleshikues, për emisionin e mëngjesit për ju avise ne sot do përgatisim një sopë krem patate. Për përgatitjen e sopës krem patate, duhen 4 kokra patate, 4 kokra karrota, 100 gram gjallë, 2 kokra vezë, 2 lugë gjallë miell, 1 kokër qep, piper, majdanoz edhe buku të sekur për gatrore. Tashi për përgatitjen e këtyre, marrim qepën,
Marrim gjatë. Marrim herë tjetër. Skuqim kjepa, hedhim karrotat. Tot skuqim karrotat, bëjmë patatet. Sa të skuqim karrotat, me kjepën, bëjmë patatet në kubiket mëdha. Skuqim karrotat dhe kjepat, hedhim 2 lugë gjella mirë. Masi skuqim mjellin, hedhim 1 kg gjysmë ujë ose lëng mishi. Tashti marrim herë patatet, të grija në formë kubike të mëdha. I vëmë kapakun dhe lëmë të zinë për 15 deri 20 minuta. Masi kam zirë patatet, e marrim edhe një pullesër edhe i kolloj. Pashti marrim i shtypin me lugë, ose nëse kemi makinë, në makinë. Po. Masi kemi shtypur patatet edhe karrotat edhe qepën të zjerë, pashti bërë lëngë edhe lëngë i supës në pure patatet. Pashti marrim 2 kopra vezë, i shtypim në porcelani ose në një pjatë. I hedhim qumësh të nxehtë. Dy lugë qumësh të nxehtë. Pashti ja hedhim vezën brenda. Supa nuk vjen të zjarë sepse pritet veza. I hedhim piper, i hedhim majdanos, krip, i hedhim djalë, sipër,
zile. Tashti supa është gati për të servirur. Kam të pa gjallë, sigur, pjatë. I hedhim majdanos. 2 fleta buk, të lërë me gjallë, e vëmë në furrë, e ngrim në formën kubike, edhe ja hedhim sipër. Supa është gati, do baftë të mirë. Në emisionin e sotëm, si të gatoj për ju anvise, do të përgatisim asortimentin e peshkët të stufuar. Për përgatimin e peshkët duhet peshku 100 gram, 1 kokël qepë, 2 lugë miell, 2 lugë salcë, limon, piper. Për përgatimin e peshkut, ndajmë peshkun, ndajmë në mes. Marrim peshkun e presim, e mbyllëm me krip, me piper, pasi kemi kripur me piper dhe me kripur, peshkun marrim në tenxhere, hedhim vaj, masi nxehtë vaj, masi nxehtë vaj, dhe peshkun, dhe të më dikim. Të marrim një kokël qepë për grirën e ndër. Dy lugë salcë. Ose lek limoni. E 2 lugë ujë. Dhe më ka pasur e lënë të zjerë për 20 minuta në zjerë të avashëm. Tash të marrim skojkër 2 lugë miell. Një lugë ujë. Të marrim vërë. E aí, vemo në të gjerëm ku posofot peshku. I edhe në i gjithë të atime. Masi peshku është përgatitur, është stufuar, e marrim edhe e servirim. Peshku serviret
me patate të zjera. I edhe pak në lemu i tia. I ananos. Serviret me patate të zjera ose me saltë perimesh. Dhe shoqërohet me verë të bankë. Në bërë të mirë. Jemi rikthyer sërish në studion e këtij programi, ne kemi transmetuar kështu edhe rubrikën e radhës, që ishte pikërisht rubrika Si të gatuajmë, ndërkohë të dashur miq, do të bëhemi gati për të transmetuar një këngë përshëndetse dhe më pas do të rikthehemi sërish në studio për të vazhduar dhe për të prezantuar pjesën e dytë të rubrikës së kurioziteteve. Një qeli poqa, shkuan të gjithë dhe vetëm lan. Nuk vjen njeri të më trokas, për dashurin një fjalë të më plas. Je vetëm ti, kur nuk kam pran imazhin tëm, do vi një ditë, ndoshta e diel, në qelin tim të sjell pak diell. Je vetëm ti, je vetëm ti, që sjell veç dashuri, nuk e duroj këtë vetmi, pa dashuri, pa dashuri. Dhe frunja e gjete ti shku, shpesa dhe ëndra ti për ku, dhe shqyqen, dhe vetëm qen, dhe lotit ti sa shumë i gjen. Në studion e këtij programi kemi transmetuar pikërisht Eli Fara dhe Vjesht, një këngë vërtet shumë e bukur.
e cila ju shkon për shtat madje edhe kohës në të cilën ne ndodhemi. Vazhdojmë që të jemi së bashku me ju, keni ndjekur edhe një herë ciklën e kurioziteteve, çka do të thotë se do të fillojmë që të flasim edhe për pjesën e dytë të kësaj rubrike. Kemi folur në pjesën e parë në fakt për disa mënyra për të qenë të famshëm që kishin zgjedhur disa personazhe gjatë vitit 2010 për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të qenë sigurisht në faqet e para të revistave dhe të gazetave mjaft të njohura në të gjithë botën. E tashmë në fakt do të flasim për këta personazhe se çfarë ka ndodhur në ditët e fundit. Ne çdo javë japim edhe informacione të ndryshme rreth tyre. Në fakt do të flasim për yllin e hip-hopit Kanye West, i cili duket se vazhdon që të kërkojë falje për një prej incidenteve e cila duket se i ka kushtuar vërtet shumë. Pikërisht në ceremoninë e ndarjeve të çmimit Music Awards, një çmim i cili do të jepej pikërisht këngëtares së re, por që duket se tashmë shumë e suksesshme Taylor Swift, dhe në fakt është ngjitur më një herë në skenë duke thënë se ky çmim nuk është për Taylor Swift, por është për këngëtaren e njohur Beyoncé. E në fakt ky ka qenë një ofendim për këngëtaren, por njëkohësisht edhe për të gjithë publikun të cilët e adhuronte atë. Ka ngjallur vërtet shumë reagime ky koment i menjëhershëm i këngëtarit të famshëm të hip-hopit Kanye West. Ai ka thënë se kërkoi falje publike për këtë moment incidenti dhe për fyerjen që i kanë bërë vitin e kaluar këngëtares Taylor Swift, është shprehur ai, duke thënë se në fakt ka menduar se do të ishte një gjë e papritur, por që instinkti më ka ndihmuar që në ato momente të dalë jashtë vetes time. Ajo që ndodhi lashojnë të kun, ka deklaruar kështu edhe këngëtari i njohur i hip-hopit Kanye West. U anullua një turne botëror, mu mbyllën dyert në fytyrë e sigurisht kjo ka pasur shumë pasoja të kun, ka deklaruar kështu edhe këngëtari i njohur. Për këtë arsye i kërkoi edhe falje publike. Fituesi i shumë çmimeve Grammy ka qenë një ndër artistët më të suksesshëm të dekadës, por është diskutuar shpeshherë edhe për sjelljet e tij impulsive dhe shumë agresive në shumë situata që i është dashur të ndodhë. Reagimet e tij në atë kohë kanë qenë të ashpra, madje edhe presidenti Barack Obama i ka vënë atij një epitet jo shumë të këndshëm në fakt, duke pasur parasysh edhe disa momente të cilet ai ka reaguar jo në mënyrën shumë të përshtatshme. Për këtë arsye edhe kësaj radhe ka thënë se pikërisht ky incident i ka kushtuar edhe një turne botëror që ai duhet të kryente, por edhe shumë mbyllje të dyerve në shumë koncerte që ka qenë i ftuar dhe më pas menjëherë pas tyre deklaratave i është dashur që ta anullonte edhe këto koncerte. Mirë, nga një këngëtar do të flasim tashmë për një aktore të njohur. Bëhet fjalë për Halle Berry, është një prej aktoreve e cila është bërë shpesh herë pjesë e rubrikës sonë të kurioziteteve. Kemi folur për të, për jetën e saj si profesionale ashtu edhe sentimentale. Është diskutuar shpeshherë për lindjen e fëmijës së saj, një prej momenteve më të bukura që ajo e ka quajtur pikërisht duke dhënë një deklaratë në media. Tashmë është një tjetër histori dashurie e cila sapo ka nisur për aktoren e famshëm 44 vjeçare. Bëhet fjalë për kolegun e saj dhe një tjetër prej protagonistëve të filmit më të fundit që ata kanë realizuar së bashku. Bëhet fjalë për Dark Tide dhe pikërisht aktorin Tide Martinez. Edhe ai është në moshën 44 vjeçare dhe sigurisht ka nisur që të fillojnë edhe të shijojnë historinë e tyre të dashurisë menjëherë pas përfundimit të xhirimeve të këtyre filmit, dhe janë parë në qytetin e bukur në Paris, pikërisht në qytetin e dashurisë. Dhe menjëherë pas përfundimit të këtij filmi është parë tashmë edhe është filluar që të flitet shpeshherë në media për fillimin e një historie të re të dashurisë për aktoren e famshme Halle Berry. Mirë, kjo ka qenë një tjetër pjesë e këtij emisioni. Do të ndalemi tashmë për të prezantuar një tjetër këngë përshëndetse dhe rikthehemi pas pak në studion e këtij emisioni për të vazhduar dhe për të prezantuar rubrikën tonë personazh. Jemi rikthyer sërish në studion e këtij programi, transmetuam këngën e radhës përshëndetse. E në fakt siç u prezantova që në fillim të këtij emisioni që në këtë program kanë ardhur në fakt personazhe të cilët kanë treguar jetën e tyre, kanë qenë të fushave të ndryshme dhe të moshave të ndryshme. Shpeshherë në këtë emision kanë ardhur edhe talente të rinj, të cilët kanë dashur të promovohen dhe kanë gjetur pikërisht televizionin Apollon një mundësi më të mirë për të shprehur talentin e tyre. E tillë në fakt do të jetë edhe biseda për ditën e sotme. Kemi të ftuar në studio Orges Kajolli. Mirëmëngjesi, unë të falenderoj që je sot në emisionin tonë. Faleminderit. Në fakt, Orges, do të flasim sigurisht për ty, do të flasim për
muzikën, do të flasim njëkohësisht edhe për festivalet e të rinjve, se sa të rëndësishme janë ato dhe se sa e ndihmojnë pikërisht të rinjun për të hyrë në tregun muzikor, i cili duket se tashmë ka vërtet shumë konkurrencë, edhe duhet që të dish të menaxhosh veten tënde. Përpara se të ndalemi këtu, unë dua që ta nis që nga pasionet e tua të fëmijërisë. Muzika ka qenë një prej tyre? Po, ka qenë dëshira e madhe ime dhe me ndihmën e familjes time dhe kompozitorit një Gjergj Gaçi, realizova këngën Çmende për ty, bashkëpunim me Brikenën dhe e këndom në to festat. Talenti trashëguar nga ndonjë pjesëtar tjetër i familjes? Po, babai. Këndon babai dhe kishte dëshirë që të vazhdonit edhe ju për muzikë, apo ja? Po, shumë. Mirë, më thoni pak si lindi ajo ideja për të marrë pjesë në festivalin e Top Fest. Çfarë pretendoni se mund të sjellë pikërisht kjo gjë? E kam patentër shumë që vogël të mira pjesë në një emision të një fesha. Edhe realizova. Edhe realizuat këngën, apo ja? Po. Mirë, të pëlqen më shumë që të këndosh tekste dashurie më shumë, për çfarë të pëlqen? Hip-hopi më pëlqen shumë edhe R&B. Edhe R&B-a njëkohësisht. Në fakt, Top Festi është një prej atyre festivaleve që duket se i promovon të rinjt në një farë mënyre dhe i bën ata që të hynë në tregun muzikor, apo jo? Sa i keni ndjerë ju konkurencën? Do të thotë që talentet e rinj pothuajse dalin nga dita në ditë? Po, ndjera shumë, kishte shumë konkurrencë. Kishte shumë konkurrencë, por që mendoj se kjo është në një farë mënyre pozitive, sepse të jep shtypë që të bësh më të mirën e mundshme dhe më pas të vazhdosh që të ecësh në rrugën e këngës, apo jo? Po, shumë. Kjo është në fakt një mënyrë dhe sa mendon se ka mundësi të tjera përveç këtyre festivaleve për të rinj, për të promovuar veten e tyre. Them se ka shumë, nëse mundem mendojmë, do të marrim, po. Ndërkohë ju keni realizuar këngën Çmendem për ty, apo jo? Keni bashkëpunuar me Gjergj Gaçi, kompozitorin dhe me këngëtaren e njohur Brikena Aso. E në fakt ne këngën e kemi edhe në audio dhe duam që ta ilustrojmë edhe për të gjithë shikuesit të cilët na ndjekin në këtë moment. Unë juftoj që të ndjekim disa sekuenca të këngës që ka realizuar pikërisht Orgesi dhe rikthehemi pas pak në studio. Të gjithë fjalët e mia zemër në kratë e mi. Ty të kem fjallëra fjallësh, dua veç unë në ty që të jem. Se të dua, se do të dhe për ty, dua ëndra t'i zjoj dhe për sytë e tu, dua unë të jetoj, Çmendem për ty, dhe fjallën të dua, dua ta dëgjoj. Se do të për ty, dua ëndra t'i zjoj dhe për sytë e tu, dua unë të jetoj, Çmendem për ty, dhe fjallën të dua, dua ta dëgjoj. Shumë gjëra brenda vetes time, por uaj zemër fjalët po më trahtojnë. Ti them ty, dua të lutem ty, por veç më thua një fjalë. Dua të ndjesh ti të gjithë fjalët e mia, zemër në kratë e mi. Ty të kem fjallëra fjallësh, dua veç unë në ty që të jem. Se të dua, se do të dhe për ty, dua ëndra t'i zjoj dhe për sytë e tu,
dua unë të jetoj ç'mendoj për ty, me fjalën të dua ta dëgjoj. Se do ç'mendoj për ty, dua ëndra t'i zgjoj dhe për sytë e tu, dua unë të jetoj ç'mendoj për ty, me fjalën të dua ta dëgjoj. Boy, come over, I've got that heat. I'm burning so hot, so come and step to me. Boy, come over, I've got that heat. I'm burning so hot, so come and step to me. Se do ç'mendoj për ty, dua ëndra t'i zgjoj dhe për sytë e tu, dua unë të jetoj ç'mendoj për ty, me fjalën të dua ta dëgjoj. Se do ç'mendoj për ty, dua ëndra t'i zgjoj dhe për sytë e tu, dua unë të jetoj ç'mendoj për ty, me fjalën të dua ta dëgjoj. Kemi ilustruar kështu edhe këngën që ju keni realizuar, një këngë e cila ka qenë pjesëmarrëse edhe në festivalin e Top Festit. Kënga titullohet Ç'mendoj për ty, ishte një realizim i Orgesit në bashkëpunim me kompozitorin Gjergj Orgaçi apo jo. Flasim pak për këngëtarët e tu të preferuar. Kë dëgjon më tepër, cili të pëlqen? Në fakt i dëgjoj gjithë këngëtarët, po më pëlqen si ta thash hip-hopi. Në një këngëtar të tëndin të preferuar Pëlqej që... se Noizi, stili Rene, më pëlqen shumë se imitoj shumë mirë, them. E kap. E imiton, Shumë apo mirë. jo? Në një farë mënyre, një këngëtar duhet të imitojë një tjetër atë që mund t'i duket më i mirë, apo duhet të mundohet për të krijuar atë stilin edhe në fakt mënyrën e vetë të kënduarit? Duhet edhe ta imitoj, po edhe të shtoj vetë disa, që të hapi edhe një stil. Si e mendon të ardhmen tënde në fushën e muzikës? Shumë mirë, them se bëhem këngëtar i madh. Besoj se Do të bëhesh kam. këngëtar i madh? Se po bëj përzierje muzikash, jo një po bëj shumë përzierje muzikash. Domethënë hip hop, R&B, pop, dance. Po, edhe them. Edhe mendon se do të kesh një të ardhme të suksesshme këtu në Shqipëri apo jo? Për realizimin e videoklipeve, sa mendoni se janë të rëndësishme ato për një këngëtar? Them se janë shumë, sepse bën një orë këngëtarin në televizor, them. Them se janë shumë të rëndësishme. Nuk e di sa e ke pasur ti mbështetjen e familjes tënde, të miqve të tu? Shumë, kam pas shumë mbështetje. Ka ndihmuar shumë. Të kanë ndihmuar, të kanë inkurajuar për të Po, vazhduar? ndihmën e tyre nuk mendoj se të isham, kanë inkurajuar shumë fare. Guxim ka dhënë shumë. Mirë, atëherë, përveç shkollës ju keni edhe një tjetër pasion, sigurisht pas pjesëmarrjes tuaj në festivalin e Top Festit, sigurisht do të vinë edhe besoj projekte të tjera që ju mund të keni për realizimin e ndonjë këngë të re. Po. Atëherë më flisni pak më tepër? Po realizoj disa këngë, them Disa këngë? Po, nxjerr një album, them të nxjerr një mixtape, domethënë përzierje muzike si ta thash më parë. Përzierje rrymash. Kam realizuar dy kënga të tjera, hip hop, edhe një R&B dance afërsisht. Me Gjergj Orgaçin prap. Sërish në bashkëpunim me të për të realizuar edhe një album. Po. E në fakt jeni vetëm në një moshë të vogël, por që sigurisht pretendoni për të arritur larg, për të realizuar këngë të reja, videoklipe të reja, por njëkohësisht edhe realizimin e një albumi, i cili mendon se do të ketë sukses, se sigurisht duke pasur parasysh edhe moshën tuaj, e dini se çfarë tërhiqet, e dini se çfarë rrymash dhe se çfarë këngësh dëgjojnë më tepër të rinj, kështu që mundoheni për t'u afruar më tepër tyre, apo jo? Shumë saktë. Mirë, atëherë, përveç realizimit të këtij albumi, dua që të më flisni pak edhe për pasionet të tjera që ju keni përveç muzikës. Pikturën, kam dorë të mirë shumë për pikturë. Atëherë, pikturoni bukur, apo jo? Po, kam marrë pjesë edhe në konkurse dhe të shkolla muzikës. Kam fituar çmimin e dytë në 2005-2006. Ke fituar çmimin e dytë? Kam qenë në një moshë të vogël, kam fituar çmimin e dytë. Aha, sërish të lidhur me artin, apo jo? Po. Mirë, le të ndalemi këtu pak tek piktura. Sigurisht e mendon se një profesion të tëndin në të ardhmen, apo është më tepër muzika ajo që dominon nga talentet tuaja? Se di, nuk e di, po dhe muzika dhe piktura i kam pasion. Janë të lidhura ngushtë me njëra tjetrën, kështu që do të vazhdohen të dyja, apo jo? Të dyja në ndërpritje. Projekt për të hapur ndonjë ekspozit, për të realizuar ndonjë pikturë? Nuk e di mirë, nuk e, po merrem më shumë me muzikën, nuk e di. Po merresh më shumë me muzikën, sepse mendon se ajo është më e mira për të ardhmen tënde. Po, është më. Aha. Unë dua të di pak edhe opinionin e shokëve të tu. E kam pëlqyer shumë për mendimin tim, kënga që kam treguar pëlqen, për pikturën thon
kjo dorë. Më pëlqen, nuk kam në kundërshtim në një gjë. Nuk kam kundërshtim, Jo, por që të deri tani. mbështesin. Apo jo. Deri Mirë, tani, atëherë kjo është kënga që ti kishe realizuar dhe që ne e prezantuam në studion e këtij emisioni. Sigurisht të dashur miqta janë të rinj, të cilët janë të talentuar dhe duan vetëm një dorë për të vazhduar dhe për të ecur më tepër dhe për të zhvilluar talentin e tyre. E sigurisht me përkrahjen e miqve të tyre, me përkrahjen e familjarëve sigurisht vazhdojnë që të ecin dhe të realizojnë në fakt pasionet e tyre, ashtu siç juve keni realizuar edhe një tjetër prej pasion siç është pikërisht edhe pjesëmarrja në një festival. Po. Keni në plan për të marrë pjesë në një tjetër festival apo kompeticion, konkurs? Them të marr pra pjesë në të fest. Sërish në Po, Tofest po. keni dëshirë për të marrë pjesë. Mendoni se kjo është mënyra më e mirë për t'u afirmuar apo pjesëmarrja në për koncerte më mirë apo në për konkurse? Them edhe në koncerte dhe në konkurse. Edhe në koncerte. Të dyja së bashku. Po, që të Apo dyja. jo. Po. Sigurisht që pas përfundimit dhe realizimit të këtyre projekteve që ju keni dëshirë, këngëve të reja apo videoklipeve të reja, janë ato projekte të cilët të marrin edhe kohë njëkohësisht, Po, të marrin. të cilët duhet i përkushtohesh edhe mësimeve të shkollës apo jo. Po, Si po. është e mundur që ti balancosh të dyja së bashku? Të merrem edhe me mësime dhe me ato. Kohën e lirë them merrem me muzikë. Të merresh me muzikë. Po. Merrem edhe me të bërë tekste, si ta them. Edhe duke shkruar tekste. Duke se që jeni nga të gjitha anët i lidhur me artin edhe ju Po. pëlqen të shkruani. Po, i shkruaj bukur tekst. I shkruani bukur tekstin e këngës që ne sapo dëgjuam? E ka bërë Gjeshi. Ishte E kënga ka parë. bërë Po. që preferuat më tepër që të Po. merrni një profesionist i cili mund t'ju çonte drejt suksesit. Në të mësoj. Mas- Më pas do të preferoni që në albumin tuaj të ketë edhe tekste këngësh të shkruara prej jush? Po, them se shumë. Keni realizuar, janë bërë gati disa prej tyre? Po, janë disa projekte që kam bërë gati. Tekste muzikësh. Kam realizuar. Dhe pretendoni që pikërisht me realizimin e tyre ju së shpejti të realizoni edhe albumin, apo jo? Po. Mirë, ju njëkohësisht keni edhe realizuar 2 këngë të tjera, të cilët së shpejti do të jenë pjesë edhe albumit tuaj më të fundit. Ne do të kemi kolonën zanore të tyre, të cilët do ta dëgjojmë në këtë momente, duke e dëgjuar ne këtu në studio, por edhe për të gjithë shikuesit të cilët na ndjekin nëpërmjet valve të televizionit Apollon. Së shpejti këto këngë do të realizohen edhe nëpërmjet videoklipeve? Them se po. Thani se po, ideja për të realizuar videoklipet është e juaja? Po. E gjitha e juaj. Mirë, atëherë nëse e kemi gati tashmë edhe kolonën zanore, ne e ndjekim së bashku. Veçante që dua, do jetë shumë vonë, se ti këtë haron.
një pjesë e këngës që ne ilustruam. E sigurisht një këngë vërtet shumë e bukur, unë ju përgëzoj për realizimin e këtyre këngëve, keni një zë të veçantë, shumë karakteristik dhe sigurisht unë shpresoj që ju të vazhdoni të ardhmen tuaj në fushën e muzikës dhe ajo të jetë e suksesshme ashtu sikurse ju dëshironi. Po. Në fakt keni edhe një tjetër këngë, po më njoftoj nga regjia që Po, hip hop. është një këngë hip hop apo jo? Është rryma juaj e preferuar me sa duket, kështu e keni realizuar edhe shumicën e këngëve apo jo? Po. Hip-hopi sigurisht është një rrymë shumë e përqafuar nga të rinjt. Nëse kënga është gati, ne e dëgjojmë duke i shfrytzuar edhe këto minuta që na kanë mbetur në dispozicion për të qenë në transmetimin e drejt për drejt të programit tonë në fundjavë në Apollon. Si të llojet kënga? Unë jam mbret për mbretëresh. I dedikoj disa kosave, domethënë vajzave që mos të rinë të rivin pas meje, domethënë që unë i plotësoj dëshirat, një goce. Mirë, do ta prekim pak këtë bisedën kur je në moshën sigurisht të rinjt. Kur ke një pasion më tepër, kur ke një talent më tepër, kur mundohesh të bësh diçka më shumë. Mund të themi se vajzat i preferojnë më tepër këta djem? Se di, mendoj Si të ka se po, ndodhur ty? mendoj se po. Mendon se po, ë? Po. Prandaj edhe unë jam mbret dhe do të bëjmë mbretëresh, është edhe titulli i këngës që ne do të dëgjojmë në këtë moment, apo jo? Po, po. E dëgjojmë së bashku. Shumë janë vajzat në qytet që vërtasin në palek për një kafe, për një xhiro me makinë, shesin veten, shesin shtëpinë, mbyllin. Një qoftë se do të mbetesh si shoqtë tua që çvasin të tjerë. Par lek në përçepa do mbetesh me zemër. Jeta nuk është kjo. Jeta nuk është kjo. Më thuaj se çfarë do, hape gojnë dhe ti më trego. Nëse do makinë pra më qëndro. Çfarë tjetër duhet të bëj për ty baby? Unë e blej, unë e marr, unë e shes, unë e jap. Unë di vesh të them një fjalë dhe askush nuk më thot stop, askush nuk më thot ndal. Mbas e kupton këtë fjalë. Ti mos më thuaj si çfarë duhet unë të bëj. Nëse mendon se s'di pse nuk dua dhe unë të jetoj. Unë paraj se të ofroj, si të tjere se misoj. Kam një bazë, kam një emër, të trajtoj si femër. Do më njohër se si jam dhe do shohësh se çfar kam. Kur të themi jam me mua, do të besi shti më thua. Ndaj fulsot, mos folkot, janë dy fjallë që ndaj të bot. Dhe në sy nuk dua të sholot, vetëm qeshti baby, vetëm qeshti sot. Ja pra mësoj se kush jam dhe më pas më kraso. Unë të palë të botën barë kur më thua se çfar do. Me vlumin tënë të telefonit, ta ndjesh veten si mbretëresh. Unë do jem një mbret për ty, të shosh ata që kur s'ke parë me sy. Unë e blej, unë e marr, unë e shes, unë e jap. Unë di vesh të them një fjalë dhe askush nuk më thot stop, askush nuk më thot ndal. Mbas e kupton këtë fjalë. Ti mos më thuaj si çfarë duhet unë të bëj. Nëse mendon se s'di pse nuk dua dhe unë të jetoj. T'ju falenderoj që ishit në studion e këtij emisioni. Shpresoj njëkohësisht që të vazhdoni në rrugën e këngës dhe të jeni shumë i suksesshëm dhe sigurisht pas përfundimit të albumit dhe të videoklipeve të tjera, besoj se do të kemi sërish në studio për t'i promovuar ato. Po, shumë. Ju falenderoj dhe ju uroj shumë suksese. Ndërkohë dua t'ju përshëndes edhe ju të dashurmit të cilët qëndruat në shoqërinë e valëve të televizionit Apollon edhe për ditën e sotme, duke ju rikujtuar takimin tonë të ardhshëm sërish nesër. Mirupafshim të gjithëve, kalofshi një ditë të bukur.
305. Putting it down with the Queen Livy. But I ain't gonna call you Livy. Pero mamita, why don't you let them know who you are? Hi, my name is. You won't remember. Wait till December, 'cause you thought that I was pure snow. Guess you didn't know. Hold tight, surprise.